Jam mjekja e pare punësuar, dhe më thanë në Malin e Zis, që është shqiptare. Dhe vërtet për mu ka qenë një sfidë, edhe ka qenë një kënaqësi e madhe për popullin tonë shqiptar, ku të mjeku, dhe më thanë, nuk kanë pas nevojë ma të marrin përkthys, për të përkthyer një pacient, por janë në gjuhën shqipe, kështu që ka qenë vërtet shumë mirë për ta dhe për mu të jap kontributin tim popullit tim. Ju vijoni të jeni në punë, pa? Vijoj të jam në punë edhe tani jam edhe ginekologe. Mirë po jeta jonë e gjeneratës time. Unë i ndigjova vajzat tona dhe vërtet ndihesh krenare që pas sa viteve vajzat tona nuk i kanë barierat që kemi pasna. Ne jemi gjenerata që kemi thy bariera, jemi gjenerata që kemi çel shtigje dhe ju kemi trasu rrugën fëmijëve tanë, e që sot këto e kanë më të lehtë se që ne e kishim duke pas sfida të mëdha, edhe pse ndoshta ishim të paret që nuk do të ishte dasht i kemi, por kemi pas shumë sfida gjatë udhimit tonë. Dhe por ato sfida kanë qenë, sfidat tona kanë qenë dihet. Ne kemi qenë të diskriminuar në ana jonë profesionale, ndoshta që personalisht unë i kam përjetu ato diskriminim për fat të keq, por ato një diskriminime kanë qenë mu me kanë dhanë më së shumë të forcë dhe në jetë atëherën jam ba dhe me fort, jam ba me këmbgulse për të arritur qëllimet e mia dhe për të arritur atë drejt që unë e kam pas, se jam shqiptare e trojeve etnike dhe mu më në takon t'i kem të gjitha ato të drejta si kur gjithë popullit tjetër në Maltezi.